Ju frikson fakti që Gjermania tani do armatosat përsëri? Se ju e dini, ju njeni një Gjermani tjetër. Unë do të përsëris atë që luft në Evropë do të ketë po u fut Gjermania në luft, ose po u tërhoj Gjermania. Këtë njerëzit të rijet vjetër duhet të kaptojnë. Historia këtë të regon. Po u fut Gjermania, po s'u fut në luft, nuk ka luft në Evropë. Të tjerët nuk bëjnë do luft pa Gjermaninë. Letë murën si të duen, letë kënojnë si të kenë qejf. Kjo është historia të tiri. Nuk është ashtu. Po pse? Më fote në pyetje që s'kisha qejf ta. Do i themi ca gjëra. Se të gjitha luftrat që kanë nisur, nuk i kanë fituar dhe i kanë humur. Prandaj nuk e bëjnë dot, se kanë atë potencë, kapacitete dhe ashtu. Se Evropa s'ka kuftim pa Gjermaninë. Edhe nuk e kanë ashtu. Gjermanët kanë një 4 karakteristikat veçanta që ne i provuam dhe gjatë luftës, jo tani. Po se po. Pare punës ata ishin më të ditur se gjithë të tjerët. Duke i krahasuar dhe me komshit kemi afër. Ishin më të ditur, ishin më të përgatitur, më të pajisur, më të disiplinuar, më të vendosur. Ata i kanë dhe sot të këto gjëra. Edhe shumë i të gjithë organizmit, por ashtu ushtarak të NATO-s në Evropë. Edhe me pajisje, edhe me stërvitje, edhe me gjërat e tjera. Se unë thashë që duke qenë ushtarak, e kam studiuar me vëmendje ata. Si ke studiuar më pas? Si isha armikun, apo si një ushtarak? Kam pas rast, jam takuar dhe me oficera që kanë qenë në shtabin e Wehrmachtit. Oficera drejtimi, pas 90 vjetës. Kam më fosur kështu se po flas bizetoj me juve. Vërtet? Drejt për drejt. Edhe a i më bëri pyetjet kësaj natyre, natyrisht për natyrën e tia, edhe i thash, dikur i thash leftonim, i thash ball për ball, armë për armë. Me këse leftoni, po dhe me armë tu e leftonim ju vet, i thash. Po ku i morë, tha, u azum ju vet, i thash. E qeshëm. Po mirë do luftojmë prap, tha, jo, i thash, nuk do luftojmë prap, tani do pim kafe, do lafosem, i thash, kështu si ish ushtarak karriere, i thash, se pas keni pas dhe ju, i thash, funksione, po dhe unë gjithashtu, i thash, edhe bëmë abete, tani i thash, do ashtu si miq, edhe me respekt veçant, foli të shi pasajt, edhe a i do më tani kështu, jo, nuk do të shikojmë njeri tjetër një kështu. Jo, do si ish armiku? Jo. Unë po të tregoj një sekret të vogël, gjatë luftës më pata rast që në një rast pati nga zhej zavorizu një robë atje dhe Gjerman? Robë. Ishte veterineri lartë aji. Edhe ne dorëzu me historie gjatë ajo punë, po në marim të luftës, këti njeri e gjetëm në shkollën Skënderbej. Si e gjetët? E gjetëm atje, e këshin punësuar këta të komandës e të drejtorisë komandës shkollës, edhe punë të çdo punë elektrike, hidraulike, këto zbukurimet, këto shkrimet, këto punët e tjera. Edhe dikush nga këta shejtanët më ngacmon të mua, thanë më rëpët, ti e ke plagosur këta, thanë mua. Thashë, do t'i thomi, më thanë mua. I thashë, po mirë, thoni. I thanë, edhe u bo miq me të Karlo, i frisim neve se kishte Karlo ata emrin, po e mori Ministria Bujqësisë, se ishte specialist nga më të mirët për veteriner. E kisha fjalën tek ajo që dhe me atë që u vram, punuat pra bashkë. U pajtojnë, po u bo miq. U bo miq me të dhe... Se jeta kështu është? Gjëre gjatë, kështu që nuk ka vënd për armiqësi. Se, tashin... Po mirë atyre, në qoftë se me Gjermanin nuk ka vënd për armiqësi, nga duhet të ruajmi ne? Nga mund të na vi lufta? Zditë si të thonë këtë. Unë ngullkëm të ka jo që po së fut Gjermanin luft, në Evropë s'do të ketë luft. Mjafton kaq? Kaq mjafton? Të tjerët nuk bëjnë të tutje. Shqip.
le të thonë, le të murre tërë ditën e tërë natën. Nuk kanë kapacitet. Pra kjo, kështu. Dikush nga Juvet, gazetarët thajnë kjo, do më në kështu që tha. Nuk, tash, Gremca nga smonë atë Tigrin, nuk e njohën ata, nuk e njohën mirë ata. Ta thonë, me ashtu kjo është. Ka, njohën mirë. Unë atë kulturën ruse, artë në sharakë, luftrat, historinë e tiri. Pra mendoni që ajo që ndodhi me Rusinë është e gabimi më i madh. Nuk kanë qenë asnjë minutë, po e njoh mirë. Edhe rusisht. Keni qenë në Bashkimin Sovjetik ju? Nuk kam qenë. Jo. Asnjë ditë, por rusishtën e di. Di rusisht? E di rusishtën. Pra u ngacmua Rusia, prandaj nisi e gjitha. Rudina, flasëm kështu. Ata e kanë thënë me kohë. Kanë gjindë gjashtë në botës, nuk kemi nevojë, ka thonë, për hapësirë. Këta thonë kemi nevojë për hapësirë, se s'kemi asnjë metër bosh. Dhe historia këtë e ka bërë. Këta kanë sulmuar 4 herë anej në drejtim. 1854, 56 ta sulmuan të di palët, anglo-francezët sulmuan dhe dështuan. Këta sulmuan dhe në 18-22 dështuan për sëri. Këta nxitën dhe Hitlerin e ushqien, ashtu e dënuan Versailles, ashtu edhe ndodhen ato që ndodhen tash. E fuqizuan, domethënë. Po tash duhet nxjerr mësime nga historia. Nuk është se dëshiron ai të dalë këtej, të hapet, po ai ka hapësirë, se ka ashtu. Nuk është puna tash për të bërë cilat është mi madh e cili mi vogël. Pse cili të rrinë në vend e vet. Kjo ka. Të evitohen këto. Të rikthejmë pak tek lufta edhe njerë, të rikthejmë pak te lufta. Tani që flasim, ende ka njerëz, ka sa të duash njerëz, që thonë që ne ngacmuam Gjermanin, po të mos e ngacmonim, a ishte në rrugë e sipër, do ikte. Si është e vërteta juaj? Këto janë marrëzira, ose janë keqdashe, ose janë propagandë thjesht, vuru çdo emër, ashtu. E para e punës, ata nuk i ftoi njeri, nuk erdhën për të kaluar, se ku do kalonin, ishte deti këtu, marapanesh. Ishte një lloj administrate, megjithëse e pushtuar, kujt i mori leje që kaluan, as kujt, do t'iknin, është e kuptueshme që do t'iknin, po ku do venin, do shkonin të luftonin në frontin e aleatëve tonë, të anglo-sovjetik, përsëri, do t'iknin. Pastaj do të vinte puna në fund. Pra këtë ishte një pengesë e madhe që ata të mos vazhdonin në frontin ku kishte përsëri luftime. Ata erdhën vërtet ditë 3 ditësh këtu, edhe u desh 6-70 ditë që t'iknin nga Shqipëria, edhe t'iknin, erdhën me mjetë edhe ikën me këmbë. Mund të iknin, por do të meteshin neve të keq. Sepse bëm atë që bëm, dhe kur erdhi puna në fund, në 26 në konferencën e paqes, na quanin, si që di, agresor dhe ruajnë ligjin e famësh fam keq të luftës edhe sot e kësaj dite. Pikërisht për atë që ndodhi me Italinë. Për veten tonë. Pastaj, shtë thonë, kur i lexoj që thonë, nuk luftuat, po u bën seir, atyre do më thënë, shtu thonë, të thonë që jeni ju e shqiptarë si jeni. Se nuk luftuan. Po, zot në rrujt.